Përshëndetje miq të portalit Timoni.al, mirë se keni ardhur në episodin e radhës të Timoni Podcast. Sot kam nderin të kem të ftuar mikun tim, avokatin Përparim Çaça. Avokat, faleminderit shumë për ftesën. Me avokatin do të flasim për një sër temash duke filluar nga politika, sistemi i drejtësisë dhe një sër çështjesh të aktualitetit. Çështja më e rëndësishme sot po diskutohet problemet pasgjedhore dhe problematikat janë hasur për disa nga kandidatët të cilët po shprehin interes se votat e tyre janë manipuluar. Gjithashtu ka dhe një pretendim nga ana e opozitës që zgjedhjet e 11 maj ishin një farsë zgjedhore. Avokat, duke parë këtë situatë panoram politike të pasgjedhjeve dhe të zgjedhjeve në tërësi, mendon që opozita e ka kauzën e drejtë ku kërkon dhe quan farsë zgjedhore të gjithë procesin e 11 maj? Tani duket që do kemi një verë të nxehtë, duke pas parasysh që të paktën edhe pretendimet që kanë palët. Kur them palët është sepse normalisht nuk është vetëm Partia Demokratike, por janë edhe disa parti të tjera të vogla. Qysh në kryeterës po shikohet që realisht dy parti të mëdha të paktën, sepse ne jemi mësuar që ka një trend, të më pas dihet rezultati. Dhe kështu po ndodhet tani. Kur vjen puna tek partitë, ose mirë themi tek subjektet, është shumë e vështirë që të deformohet vullneti, po themi ose vota, në tavolinat e numërimit. Ndoshta ky problem më shumë është tek vota parapëlqyese ose vota preferenciale, dhe këtu realisht do kemi probleme dhe unë mendoj që do ketë ndryshim rezultati, absolutisht, sepse po duket qysh në kryeterës. Ajo që mund të themi tani është kjo që dy partitë e mëdha nuk është se kanë një ndryshim, po themi drastik, paktën në këto kuti që janë hapur se Tirana dhe Fieri normalisht së bashku me Durrësin bëjnë 42% po themi të kutive. Madje nuk ka sens që të hapen vetëm këta, por me mendimin tim tashmë do duhet të hapet e gjithë Shqipëria. Pra do duhet të hapen gjitha kutit e numërimit të gjithë ZAZ-ve. Për mendimin tim se nuk ka kuptim, pra ore ta shikojmë realisht në total se çfarë ka ndodhur dhe qoftë edhe rezultati ka ndryshuar me 10 vota, edhe kjo është një transparencë dhe ja kemi detyrim po themi qytetarëve që themi që bëjmë transparencë dhe nuk mund ta bëjmë këtë transparencë në Tiranë, Fier apo diku. Jo, tashmë do duhet të jetë totale. Megjithatë, kjo vendimarrje mund të merret pasi ti kemi parë, po themi se çfarë ka ndodhur në Fier dhe në Tiranë, ku normalisht pra siç e citova, është numri më i madh i zgjedhësve. Pjesa tjetër më pas është për të parë që partitë e vogla siç duket janë ata të cilat janë bërë, po themi kurban nga partitë e mëdha, kur janë shumë pak vota të vogla, ndoshta mund të ketë pasur edhe nuk ka një pretendim serioz nga partitë e vogla. Nuk ka, sepse se kanë pasur këtë lloj për mendimin tim. Nuk kanë pasur mundësi që të kenë vëzhgues në gjitha qendra e numërimit dhe kjo është e padiskutueshme, por siç duket janë glabëruar fatikisht nga partitë e mëdha dhe kjo po duket. Unë besoj që kjo do të ndodhë. Pastaj se sa do jetë ky rezultat, do jetë shumë i lartë apo jo, kjo është një problem tjetër. Por të rikthyer tek pyetja që më bët, problemi është këtu. Partia Demokratike ose opozita ka ngritur një kauzë, dhe kauzat ka të bëjë me delegjitimimin e këtyre zgjedhjeve. Pra kjo është të rrim këtu dhe kjo është shumë e rëndësishme. Që të ketë një delegitimim të zgjedhjeve, sepse të thuash të thrasësh tashmë pas zgjedhjeve, farsë elektorale, çfarë them grabitje, quhet si doni, është shumë e thjeshtë. Unë mendoj që opozita po mundohet që të bëjë atë punën e vet, po themi, jo të justifikimi, sepse kjo është, po themi, jemi mësuar në këto 30 vjet që më pas jo na i bën këto i kemi dëgjuar gjithmonë, por ndoshta është duke bërë ato që nuk bëri para zgjedhjeve. Pra adresimin e saktë të asaj se çfarë me atë që ke përballë se çfarë duhet kërkosh. Tani ju kërkua qeveri teknike kur e dini shumë mirë që nuk e merrni qeverinë teknike. Nuk ka ndodhur në Shqipëri që të ketë qeveri teknike pa po themi përkrahjen e ndërkombëtarëve. Nuk e kishim. Pra realisht nuk ka qenë. Në asnjë moment është të artikuluar dhe është bërë. Është bërë kjo pjesa, po themi, e mosbindjes civile, kur në fakt pam disa quheni tubime, demonstrata, quheni si doni, po mosbindja civile është një kontekst tjetër, pra ne dim shumë mirë se çdo të thotë, kërkon masifizim, kërkon një komunitet caktuar njerëzish të cilët do të jenë të mëdhenj në numër, që më pas të funksionojnë tamam me një bindje të caktuar në mënyrë që mos paguajnë taksat, në mënyrë që të bëjnë një paralizim total të sistemit në përgjithësi. Jo se nuk ka ndodhur, por tashmë në shekullin që jetojmë janë pothuajse të pamundur, po themi këto mosbindje civile, kështu që dhe sidomos për këtë qeveri është
shumë herë më e pamundur, duke pas parasysh që një qeveri policeske në çdo lloj momenti ato gazolociellës apo ato mënyrat kur ti don të protestosh. Pra nuk është se jetojmë në një shoqëri kaq të lirë dhe kaq demokratike, kupton? Jetojmë në një shoqëri që e kemi pranuar të gjithë bashkë hibride në këto mënyrat e veta. Pra, se sa do të arrijë opozita që të provojë që këto zgjedhje nuk janë legjitime, pra këto zgjedhje ishin thjesht një farës, kjo lloj mënyre. Kjo unë e shikoj më shumë për ta lidhur pak dhe me profesionin. Krimi ka ndodhur, por nuk e gjejmë dot kur kush është subjekti i krimit. E dim të gjithë që zgjedhjet janë vjedhur, po se provojmë dot. Kur them se provojmë, po themi jo në raste sporadike, kur themi kemi disa situata të caktuara, siç është treni. Avokat, nuk është provë për juve që kandidatë caktuar të Partisë Socialiste, emrat përveçëm që nuk i thonë gjë publikut, kanë marrë mbi 20.000 vota si në Durrës dhe Elbasan. A nuk është kjo provë krimi? Jo, kjo është fakt. Kjo është fakt, por jo domosdoshmërisht. A nuk përbën për bën vepër penale. Pra, kjo është fakt, por jo domosdoshmërisht do duhet të provojmë që kush ishin ata të cilët këta njerëz anonim i sponsorizuan, bën ç'është e mundur që të merrnin pikërisht këto rezultate, dhe kjo duket, kjo është e padiskutuar. Pra të gjithë, pra, ne gjithë jemi dakord që shikoj se kjo vetë nuk ndodh. Se po të ishte kështu, ta njerëz minimalisht nuk kanë dalë njëherë në media, kupton? Tani ne të dy kemi dalë me qindra më mira herë dhe ndoshta si nuk marrim as 10% të tyre. Fakti që kjo është fakt pra që ka ndodhur. Për të provuar më pas se kush janë jashtë këtyre, të cilët establishmenti, njerëzit të cilët kanë krijuar këtë lloj strukture për të nxjerrë këta të parat, kjo ndoshta ne kemi pritur që këtë ta bënte SPAK-u. Se prandaj u bë kjo task force etj. Po nuk ka ndodhur, deri tani nuk po shikojmë gjë. Po minimalisht këtë duhet kishte për mendimin tim, do të kishte jetuar SPAK-u, pikërisht që po thoni ju. Pra fakti ekziston që të përbëjmë më pas vepra penale, këtë duhet ta aprovojmë. A kemi indicie për këtë? Absolutisht po. A mund të na çojnë tek provat? Absolutisht po, po deri tani nuk po shohim gjë. Këtë jemi pak me këmbë në tokë në këtë që themi. Absolutisht, po ju ti thua ora nga dolën këta dy. Ç'është kjo? 21.000 vota, sepse një person 30 vjet militon politik, nuk e di, mund të jetë profesor, mund të jetë një super intelektual, mund të jetë një person i cili përçon me publikun në mënyrë të jashtëzakonshme dhe më pas nuk e arrin dot. Pra ç'është ky lloj pompimi, ç'është ky lloj sponsorizimi i jashtëzakonshëm i këtyre njerëzve që dalin pikërisht me këta rezultate? Absolutisht po. A do duhet të tohet? Po, madje jemi të vënuar. Dhe gjithë ne kemi sy të SPAK-u, sepse normalisht është vetëm institucion i cili e mori përsipër për sa i përket krimeve zgjedhore, mori përsipër që minimalisht kishte atë parandalim që duhet, kur në fakt produkti dihet se ai që doli. Nuk vidhet më vota ditën e votimit. Kur vidhet? Përpara. Shumë kohë përpara. Është një strukturë të mirë organizuar, me një administratë e cila është aty vetëm për qenë administratë zgjedhore, jo administratë publike. Ata janë aty që të marrin rrogën 4 vjet për një ditë. Atë ditë që duhet. Edhe unë është ta them, Partia Demokratike nuk ka shans. Madje edhe kur i ka pasur mundësitë, nuk ka dashur ndoshta ta bëjë dhe mirë ka bërë. Është e vonuar për mendimin tim opozita, duhet bëhet një listë. A ka mundësi të shikojmë kush janë anëtarët e komisionit të votimit në Vermoshi në Konispol? Kush janë anëtarët e grupeve numërim? Do shikosh aty që ke të gjithë njerëz që punojnë në hipotekë, të gjithë njerëz që punojnë në usjellsa, të gjithë njerëz që punojnë në administratën shtetërore në nivele të larta ku bën para. Është i vetmi vend ku jepen para për të futur në një vend pune në shtet me paga që nuk kemi ne, po themi pagat më të larta të jashtëzakonshme, qoftë edhe në rajon. Kështu që çfarë ka ndodhur pra? Çfarë po ndodh me këtë lloj administrate? Nëse do i marrim gjithë këto emra, këtu fillon. Sepse një nga forcat ose më themi nuk janë burimet financiare arma më e fuqishme në zgjedhje. Janë burimet njerëzore, janë njerëzit. Dhe këta duam apo s'duam, duke pas parasysh që i kanë kthyer, sepse një person që punon në shtet ka një tjetër mision. Do të jetë eficient në shërbimet e qytetarëve. Kurse këtu janë eficient në shërbimet që bëjnë partisë një herë në 4 vjet, edhe po ju them që kanë qenë të shpërndar disa muaj përpara ishin me, nuk e di, me milje kilometra përpara
Partisë Demokratike të Opozitës, edhe për sa i përket diasporës. Avokat, Ka qenë ishin atje, ishin ditë dakord, administratë, mos rrinë në punë. Sa njerëz ke në Milano, sa ke në Athinë, sa ke atje, vazhdo atje është e rëndësishme. Po kjo do të thotë pra që ne kemi kthyer këtë tashmë ky sistem, kjo strukturë, kjo parti shtet në këtë lloj mënyre që ta çash këtë është e pamundur, nuk e bën dot vetëm. Nuk e bën dot, është shumë e vështirë. Dhe prandaj përderisa ne kemi, edhe ne që mund të jemi pak skeptik, për spakun, pritshmëritë aty janë. Avokat, duhet të ndalim te një pyetje e radhës. Ju thatë që Partia Socialiste ka një strukturë të posaçme, të mirë organizuar, e cila vihet në shërbim të mbledhjes votës. Dhe të cila është e përbërë, thatë ju, nga administrata shtetërore dhe njerëz që punojnë në institucione kyçe që janë etike për shqiptarët. Pse pikërisht kjo administratë është kaq e suksesshme në raport me një program të mirë të opozitës dhe njerëzit shkojnë i besojnë këtyre njerëzve, për këtyre individëve, këtyre patronazhistëve dhe jo një programi i cili mund të ndryshojë jetën, i cili shqiptarët janë ata që ankohen që keqeverisja, shpërdorimi, korrupsioni, jetesa bëhet më vështirë, përsëri shkojnë dhe i binden patronazhistëve. Ore, çfarë nuk kuptojmë ne që e din ata, çfarë ofrojnë ata, që neve nuk e logjikojmë dot hapësirën që shqiptarët shkojnë dhe përulen ose dorëzohen para këtyre njerëzve. Ndoshta jemi përpara, nëse do bëjmë paralelizëm sindromës së Stockholmit në rastin konkret, pra ti shkon dhe voton gjithmonë ata të cilët të shtypin, ata që realisht të trajtojnë keq. Problemi ekziston që askush nga ne, qoftë edhe me eksperiencë që kemi pasur gjithmonë në aspektin mediatik, nuk e kemi pritur atë votën diasporës, ka qenë shokante, pra. Me thënë të drejtën, dakord këtu në Shqipëri, këta njerëz që kanë ngjerë, dakord, ore minimalisht mund të themi këtë, por nuk e kemi pritur sepse dhe të fillojmë aty sepse edhe pritshmëritë, ideja është kjo, nëse ne do merrnim një rezultat të vitit 2021, që ishte goxha diferencë e vogël, nuk ka rëndësi. Nëse do kishim një ndryshim thendësor nga vota diasporës, opozita sot ishte në pushtet. Dhe pritshmëritë kanë qenë të mëdha. Pra ka qenë të mëdha gjithmonë duke përdorur një logjik politike, një analizë të ftohtë. Por nuk ndodhi kjo. Pra ndodhi diçka tjetër. Pse? Sepse kishim, ose më themi, ram dakord për një sistem i cili nuk monitorohet. Ram dakord për një sistem që ja lam në dorë këtë proces një shërbimi postar sado për mendimin tim që mund të ketë emër shumë të mirë. Ja lam atyre në dorë. Ata menaxhuan, ata e morën votën, ja çuan qytetarit dhe në diasporë dhe po ata ja morën dhe kthyen këtu. Sa morën, na i kthyen, çfarë nuk morën. I çuan atje, pastaj askush nuk thot pse këto nuk u kthyen, pse ata nuk u bën. A mund të më thot sot kush se sa persona janë ata të cilët pretendojnë që e kanë çuar tek DL-ja votën dhe nuk ka ardhur këtu? Se ti nuk e di dot. Po ti nuk e di dot, pra un jam qytetar që jeton në diasporë, kam votuar, ja kam çuar DL-s. Unë nuk di, ore, kjo vota ka ardhur këtu apo jo. Po flas gjithmonë për atë diferencë 45.000 vota. Sepse kush ma monitoron, është e pamundur. Është tjetër gjë që unë e kam marrë votën, kam ngritur, m'intereson, është e drejtë e tij edhe kjo. Pavarësisht se edhe kjo ka një kosto, pavarësisht dashurisë të jashtëzakonshme që kemi pasur për emigrantët, që unë e kam thënë që është duhet të shikohet ky lloj votimi për mendimin tim. Pra kam pasur qasje tjetër. Dhe për ta përmbledhur këtë është kjo, që është e pamundur që edhe ato njerëz më pas që janë këtu, që kanë ngelur tashmë, se ne dimë se sa kanë ngelur, ose tashmë janë afiluar pikërisht në këtë lloj segmenti, në këtë lloj strukture dhe kanë shpresa këtu se ndoshta mund të jetë njëri, ose është e pamundur që të themi, sepse vota të pastra normalisht janë ato 500.000 vota, pra ato të opozitës. Problemi është që ti nuk ke ato votat e asaj pjesë gri. Nuk ke ato votat aty pjesën që ne quajmë të pavendosur, ato që ne quajmë të pakënaqur, të cilët realisht ato të sillen pushtet. Nëse nuk ke ata, se jo domosdoshmërisht se duhet të jenë antar partie. Ne i shikojmë njerëz si militant, i shikojmë njerëz si ushtar, domosdoshmërisht jo. Ai ka punën e vet, madje diferenca do duhet vijë nga profesionistët, nga ata cilët presupozohet që nuk janë të varur nga politika, nuk janë të varur nga pushteti, nuk janë të varur nga qeveria. Kanë punën e tyre, punojnë dhe në fundit nuk i japin llogari askujt. Ata në thonjza janë të rrezikshëm për këtë pushtet, sepse ata mund të votojnë të lirë realisht. Ndërsa pjesa tjetër, ato që punojnë. Dakord jam, me kaq ndërhyrje që bën kjo administrata zgjedhore, pra këta patronazhistët,
mendon që kanë në Shqipëri ende njerëz që mund të jenë të lirë, që mund të jenë mendojnë dhe të veprojnë me kokën e tyre dhe mos të jenë të ndikuar nga çuni hallës, nga halla daja patronazhistit, nga patronazhisti, nga vendi i punës. Pra, ka një zonë lirie dhe një zonë shprese. Nuk është patronazhist. Këta njerëz mund të jetë djalë xhaxhajt tënd, patronazhist mund të jetë çuni hallës, mund të. Patjetër, pra këta njerëz që shërbejnë pushtetit. Pra, këta njerëz kanë lënë ende njerëz të tjerë të lirë që të mendojnë me kokën e tyre? Presupozohet që po, pra duhet vi një moment që po si ta kuptojmë ne që ka ja ta që kuptohet në këtë lloj mënyrë, do të vi një moment që djalit hallës, po themi për marr si shembull, do duhet i themi jo, pra do duhet i thosh o zotëri. Tani ti ke familjen tënde, ke shtëpinë tënde dhe ti ke interesin tënd për këtë punë. Ai mendon se ndoshta për një certifikat, pronësie, nuk e di për një legalizim etj etj, ai e quan të zaruar dhe këtë mikun e vet, pra ose ato pjesën që ka në rrezën e patronazhimit. Ai ka disa njerëz aty dhe mundohet që çfarë problematike që të kenë këta, ky ndërhyn, ky bën intermediarin, interlokutorin për t'ia zgjidhur këtë lloj gjëje. Dhe prandaj këta kanë pushtet dhe njerëzit janë të orientuar të joshën ndaj pushtetit, në kuptimin që thonë, shikoj se ky ka pushtet, ky mi zgjidh të gjërat e tjera ne i ndeshëm me përdit. Se nuk ja prish dot se ka qenë pranë sa herë ka zgjidhur, sa herë çka kam dashur ma ka bër, qoftë edhe gjëra të vogla që kjo administratë ka detyrim t'ia ofrojë qytetarëve, nuk është se një optional, nuk është se po i bën një nder. E kanë detyrim kundrejt pagesës që ta marrë të lloj shërbimi. Por tashmë me këtë që kanë ngelur këtu, kjo gjë bëhet shumë pesimiste dhe avokat. Ndoshta e pamundur. SPAK-u ngrit gjatë zgjedhjeve apo në periudhën parazgjedhore një strukturë të posaçme që ishte në monitorimin e krimit dhe parandalimin e krimit zgjedhor. Nga ato që neve sot kemi të deklaruara nga SPAK apo nga nuk besoj që nuk ka ende një raport mirëfillt, por nga çfarë është parë nuk kemi raste të flagrance që ka pasur krime zgjedhore. A është krimi zgjedhor më i sofistikuar apo SPAK-u dështoi të monitoronte të arrinte qëllimin të cilët u krijoi kjo administratë parazgjedhore? Përgjigja ime është shumë e thjeshtë, të dyja bashkë. Për mendimin tim edhe krimi ose mirë themi ata të cilët kryen krime zgjedhore janë më të sofistikuar, sepse gjithë ai trumbetim që u bë me ato task force etj, normalisht që ata të cilët janë ustallarët e kësaj pune gjejnë metoda dhe mënyra të tjera, nuk dalin kaq haptas, mënyra se si jepen parat ka mënyrat e veta, dhe normalisht e ka shumë të vështirë edhe po themi SPAK-u që ti zbuloj pikërisht to krime. Madje edhe vetë Zotë Dumani ka thënë që hyn të ato që quhen krime intelektuale, në kuptimin e mirëfillt fjalës, sepse kemi të bëjmë me disa strategë të cilët e studiojnë mënyrën se si do duhet të shpërndahet paraja, ku është problematika, kush janë ato që duhet futen në punë, qoftë edhe me gjithë mjetet e tjera të sofistikuara. Problemi ekziston në mënyrën se si e përdor shtetin. Kjo maxhorancë nuk ka ndodhur asnjëherë në këtë vend. Din ta shtrydhen në kuptimin e mirëfillt të fjalës shtetin në interes të tyre, në interes të PS-s, për të mbajtur pushtetin. Nuk ka ndodhur. Pra, a është kjo demokratike? Absolutisht jo, po kush po pyet për këtë? Kush po pyet? Pra, sepse edhe këtu, nëse po më thua, problemi është që gjithë pranojnë edhe këta, edhe ose bëjë dirme, merr këtë të duash, të gjithë huaj që vinë në Shqipëri, ambasadorët, zgjedhjet nuk ishin të ndershme. Kjo është e padiskutueshme. Po që këtu fillon dhe mbaron puna. Nëse zgjedhjet nuk janë të ndershme, nuk ka rëndësi më që mund të jenë të rregullta. Mund të jenë thjesht për të kaluar klasën. Kështu kemi 30 vjet. Pra nuk mjafton kjo. A ishte të ndershme këto zgjedhje? Jo, më nuk ishin. Sido që ti vish për qark, sido që mund të thuash, a mund të delegitimohen. De jure është pothuajse e pamundur. Po de facto janë të delegitimuara. Avokat, kemi dy standarde me që përmendën europianët. Kemi dy standarde të ndryshme qëndrimesh në lidhje me zgjedhjet. Europianët një ditë pas zgjedhjeve, 2 ditë erdhën liderat dhe uruan Ramën në samitin që u zhvillua në Tiranë, ndërkohë që nga krahu tjetër opozita shkon në Këshillin e Europës dhe mban në mënyrë publike qëndrimet dhe argumenton, fakton problemet që kanë ndodhur me zgjedhjet. Mos Europa është hipokrite ndaj Shqipërisë apo e kanë standard në këtë mënyrë që preferojnë më mirë që ta kenë Shqipërinë si vendin ku një kosh plerash ku për interese të tyre të ngushta bjen emigrant dhe pranojnë qeverinë e Ramës, po nga ana tjetër bëjnë atë hipokritin dhe i thonë opozitës hajde t'u dëgjojmë dhe juve çfarë ka ndodhur andej, në fund fare nuk kanë ndjen fare për Shqipërinë. Shiko, besoj që duhet
jemi pak, po themi, realist, ose Se duket një dobë standard. Po, e vërtet është, po të bëjmë atë që quhet real politik. Faktori ndërkombëtar, qoftë edhe ai europian, për mendimin tim më shumë në këtë vend intereson stabiliokracia. Është artikuluar tashmë. Intereson që të ketë një stabilitet. Nuk është se, pra, të gjitha ato pjesët që ne jemi mësuar, jemi rritur, kemi studiuar. Ata që thonë demokraci. Jo, po është rëndësishme. Pse thonë investojmë në demokraci, reforma demokratike, sistemi demokratik. Pse na shesin pralla? Të thuash sot, pra që meraku më i madh që kanë europianët, amerikanët e tjera sot është a jemi në standarde demokratike po apo jo, është jemi duke për mendimin tim, nuk e di po gënjim veten. As se kam mendje askush të kjo. Sepse ne jemi rritur, kemi studiuar gjithmonë, jemi rritur qoftë edhe në anën intelektuale me këtë, kemi pasur këtë metën që ka qenë ore, si do ishte, po themi, që po themi Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën ç'është e mundur, investojnë me anë edhe qoftë edhe me anë të organizmeve të tjera si USAID e tjera për të përhapur demokracinë pra në botë. Sot nuk është më kjo. Sot po shikojmë që ka qenë tëra një gënjeshtër, që nuk është kjo. I ka interesuar madje se ka dhe disa kështu nga këta sharësit me pagesë që dalin nëpër këta Facebook-e, këta rrjetet sociale që ne jemi mësuar. Jo me mu, po i shikoj që e kanë qef të gjëra që s'ka dhënë akoma Amerika verdiktin. Nuk akoma do të presim çfarë do thotë Departamenti i Shtetit kur ata flasin në gjuhën e tyre. Po shiko se herën tjetër folën ndryshe, ndërsa këtë herë po të kemi, jo ai flet ashtu si mendon ai në atë moment. Jep atë mesazh që ai mendon që do ta jap. Mos vallë ka kuptuar ata që ne shqiptarët nuk e mbajmë dot demokracinë, sistemin demokratik. Nuk kemi të aftë. Çka ka për të mbajtur? Sa kemi ngel? Pse na kanë vendosur stabilizacin? 3 milion njerëz këtu nuk janë njerëz, këtu 2 milionë janë, po themi apo 4, ja 5. Pse u intereson ndërkombëtarëve avokat stabiliokracia në Shqipëri? Për mendimin tim, duke qenë pjesë e rëndësishme e rajonit, pra në aspektin gjeopolitik, Shqipëria ka interesin e vet. Kjo është e padiskutueshme. Nuk jam unë i pari që e them këtë dhe besoj që më shumë shikojnë tek pjesa e stabiliokracisë. Më pas edhe problemi i Po çdo forcë politike që do vinte këtu do t'ja ofronte të njëjtin garanci që po jep Rama sot. Kjo është e padiskutueshme. Madje unë kam thënë gjithmonë që shikoni që Sali Berisha vetëm anti-amerikan nuk është kurrë. Po. Fakti që ata mendojnë dhe gjykojnë që i ka vendosur këtë lloj damke ose po themi këtë lloj targe, kjo është një problem tjetër. Por ai vetë madje ai e vuan një zakonisht të gjë, sepse ka qenë një pro-amerikan i deklaruar. I pa diskutueshëm. Dhe nuk është pra nëse do ishte njëri apo tjetri. Problemi është që aktorin me cilën ata ose me themi aleatin me cilën ata duan të punojnë e zgjedhin ata, nuk e zgjedhin ne. Dhe disa herë dalin jashtë këtyre zgjedhjeve, po themi që ne bëjmë, ose këtyre votimeve. Ne bëjmë ca votime këtu që i menaxhon, i komandon, ashtu si don ai dhe e ka mbyllur këtë. Sepse është e pamundur, po të shikoj Ramën 2 ditë përpara zgjedhjeve, ajo lloj qetësie, e kupton, ajo kafe e kuçit, e kupton, këmbë për mbi këmbë aty, kishte mbaruar zgjedhjet për edhe kishte të drejtë, sepse është ajo që unë e kam thënë gjithmonë, jo vetëm unë, por edhe shumë mikë të mi, që zgjedhjet mbarojnë pa shkuar te kutia. Nuk ka lidhje, dihet se çfarë do hyjë te kutia. Kam parë rast një personi i cili u bë xhint, një patronazhist, sepse i kishin humbur 2 vota. Kishte fituar ai donte 176, ishin 174, po thuajse deshi vrau ato të Partisë Socialiste ku janë këto 2 votat. E kupton ti tashmë çfarë organizimi, e kupton çfarë strukturë është këtu. Tani ti thua zgjedhore ti mund thua ç'të duash. Dhe mund na ketë marrë edhe vllajin ton, mund na ketë marrë edhe kupton edhe djalin ton, nuk e di, mund të ketë marrë edhe një shumë më afër ton dhe ne ndoshta nuk e dim. Kaq sofistikuar është kjo situatë. Madje rrezikshme, është shumë e rrezikshme. Por e ka mundësi sepse edhe prandaj unë them që si do të punë edhe kjo lloj transparencë sado por mua ishte edhe pak autogol i opozitës, le të bëhet me të shikojmë, ka mundësi ta marrin vesh qoftë edhe një vot, nuk mund ta luash, është shenjtë vota më zotëri. Se kemi bërë votën e shkret, nuk i kemi lënë gjë pa i bërë. Ne vjedhim kundërshtarin, kur nuk kemi punë me kundërshtarin, vjedhim njëri tjetrin, çfarë nuk bëjmë? Kur duhet ta kuptoj pra dhe ai që është atje, dhe ai numëruesi, ka një mision aty, ose mos shko. Nuk mundesh dot ti të dësosh votën atij njeriu që mund të ketë ardhur nga shumë larg, mund të ketë bërë 3 orë rrugë në Kukës, në Këmbë për të shkuar për të votuar, dhe ti çfarë bën? E thua unë jam ke grupin numërimi, heqim me këtë, çfarë problemi ka, ja japim ti. Jo.
Për këtë ti do duhet të dënohesh penalisht. Dhe kjo është e padiskutueshme dhe këtu unë kam mbajt këtë lloj qëndrimi sepse të gjithë këta opozitët kanë këtë merakun që tregon që shumë pak vota kanë kaluar. Prit, në Tiranë dhe në Fier do ketë shumë. Në Tiranë është kam të padiskutueshme. Çdo kuti po tregon 3 deri në 10 vota. Është pjesë shumë pak. Do ketë në Tiranë, kur të hymë në pjesën e vërtet Tiranës, do shikosh që ka një trend tjetër. Është akoma shumë herët për mendimin tim këtu. Pra, a mundemi dot ne, e jemi në gjendje ne si popull, ku diun se edhe ata që shkojnë atje nga ne dalin, po edhe këta politikanë nga ne dalin, edhe këta drejtues nga ne dalin, nuk është se vinë nga qielli më thotë. Problemi ekziston. A ka ardhur një moment që ka mundësi mos e prekësh të votën tu, se nëse e prek realisht ti do duhet ta vuash, sepse kjo nuk mbaron kurrë. Nuk mbaron, nuk është një gjë që fillon sot. Tani dërgojmë njerëz atje militant partije dhe më pas çfarë themi, nuk kemi besim tek ato komisionerët tanë, po le të na numëroj KQZ-ja. Nëse është kështu, ja linu që fillim KQZ-s valla, ti vendosen ata. Pra ti po rihap kuti kur nuk ke besim tek numëruesit e tu. Ajo është kështu. Se kështu i bie. Dhe kjo nuk është normale. Por ama ajo që nuk më pëlqeu edhe tek disa kandidatë, të cilët për mua patën pak egoizëm, ishte fakti që më shumë morën për të numëruar votën preferenciale, kur në fakt do duhet të thonin që kërkojnë transparencë në lidhje me të gjitha kutitë, që do të thotë, çdo dokument zgjedhor, sa është numri votuesve, sa fletë kanë ngelur, pra nëse ti e merr në total, ti do duhet të bësh transparent të procesit, jo vetëm thjesht të votave, po themi sa ka marrë njëri dhe tjetër. Edhe kjo do bëhet nëse është pjesë procedurës, po fillojmë me procesin, sepse ti ke marrë një mision për tashmë. Kërkon të thuash që këto zgjedhje ishin një fazë, pra kërkon të delegitimosh procesin. Këtu duhet të fillosh. Dhe për mendimin tim, u pa më shpejt ishte se më ka marrë 5 vota më shumë ky apo tjetri. Absolutisht e dënueshme dhe besoj që do dalë edhe kjo. Por fillimisht do duhet të shikojmë çfarë ka ndodhur me pjesën e dokumentacionit zgjedhor. Askush nuk e ka parë këtë. Edhe pjesa tjetër për ta mbyllur këtë pjesën e procesit, se më them se ata të cilët janë ekspertë zgjedhor bëjnë mirë shumë herë që ose ta marrin ose mos e marrin përsipër. Nuk mund të numërohen partitë veç, mbyllen, dhe më pas një ditë më pas, a 2 ditë më pas fillojmë ato, sepse ne në aspektin profesional këto i quajmë dëmtim të provës. Askush, pra votat të cilët kanë qenë vetëm për partinë, e merr ky tjetri që do votoj që do numëroj për kandidatët dhe me një stil laps mund të vendosë një ku të dojë. Dhe ja që nuk është më kjo vota tashmë është manipuluar përsëri po këtu. Dhe nuk mban përgjegjësia as ky i pari tashmë, që ka numëruar vetëm partinë, flas në kuptimin e numëruesit. Kështu që është një proces, aty do të mbaruam këtë, fillojmë tjetër. Po atë kohë do humbim. Se pikërisht do rikthehemi. Më mirë të ecim më avash, por koha në total po kjo do jetë. Pastaj nëse do lindje tashmë në gjithë të katërhur që është bërë me numërimin, që të kemi ato që quhet numërim elektronik, unë besoj që ka ardhur momenti që kjo të bëhet. Nuk ka kuptim më të lihet në dorë, po themi, gjitha militarët. Me gjithë këto argumente që ju parashtruat, kuptohet qartë që opozita e ka të drejtë kauzën ku pretendon që zgjedhjet janë prekur dhe manipuluar. Nga ana tjetër ka dhe pretendime që opozita nuk ishte në nivelin e duhur të përfaqësimit për t'i marrë votën shqiptarëve. Është një problem i rëndësishëm që ka opozita brenda vetes apo shqiptarët ju bindën forcërisht vullnetit e Edi Ramës për të votuar këtë qeveri? Ku e shikon problemin që nuk pati rotacion në Shqipëri? Tani, problemi është që pavarësisht çfarë ka ndodhur, unë kam pasur këtë lloj qasje, pra është e vërtet gjithçka, kjo struktura që ne tham, gjithë kjo ngrehin, po themi, e manipulimit zgjedhor që ka ngritur partia në pushtet, ne do të bëjmë detyrat e shtëpisë. Dhe do t'i bëjmë një pyetje, po themi, këtyre drejtuesve. Ore, a i bëjmë si duhet këta detyrat e shtëpisë? A kishim listën më të mirë për t'ia paraqitur qytetarëve? A kishim ofertë më të mirë që të kishim rotacion? A bëm që është e mundur që të ishim një grup, ose më them një blok opozitar të gjithë bashk? Dhe nëse do më thoni, po themi që t'japun një përgjigje, unë do them që jo, nuk i kemi bërë ato. Listat kanë pasur probleme për mendimin tim në qarke të caktuara. Madje u duk sikur disa shkruan në disa qarqe në thojza për të djegur, në mënyrë që mos legjitimon nesër edhe si zëra rebel, se unë i kam thënë sa gjëra troce dhe vazhdoj të them. Nuk ka mundësi më Alizoti dhe Gazbardhi të dalin dhe
të kritikojnë partinë ose leadershipin për Pse s'kan, zgjedhjet janë vjedhur, ata s'kan humbur. Patjetër, po rezultati që kanë marrë në qarqet e tyre është poshtërues. Jo, nuk e shoh kështu. Opozita, Shikoni, unë po flas, por opozita o i ka humbur zgjedhjet unë jam duke thënë që ose ose janë vjedhur. Duhet të ndaj mendjen pra. Dhe ajo që po të shikosh këtë lloj qasje që kam unë, pra unë e kam dhe të vërtetuar tashmë. Të gjithë ata të cilët ishin njerëzit më kritik, po themi për Sali Berisha, sot janë mbrojtësit më të flakt. Dhe janë pikërisht nga ky rezultat. Jo vetëm. Jo vetëm të gjithë. Tash nëse këtu do kishin pasur performanca të tjera në qarqet e tyre, do shikoni që nuk do ishte kaq, po themi kjo dashuri kaq e madhe. Ata do të filluar rebelimin e Berishës. Absolutisht, është e padiskutueshme. Tani të themi ca gjëra troçe, kemi i bindur për këtë. Madje do presin disa kohë. Ju e bëni zoti Berisha kaq strateg sa i ka nënshtruar me humbje zërat kritik brenda vetes. Jo kaq, ai është shumë herë më kaq. Pra, që është strateg zoti Berisha, kjo është e padiskutueshme. Unë jam duke thënë që këta në qarqet e caktuara nuk arritën dot të marrin as minimumin. Ky është problemi. Jo të mbanin, po themi, rezultatin e 2021 që ishte e pamundur. Por u pa që aty kishte ikur, po themi, treni me gjë vagon. Po marr për dy qarje të caktuara, kupton? Një gjë e tillë nuk ndodhe edhe pse kishte pritshmëri të tjera, nuk ndodhe në Durrës, pa një farë stabiliteti, pak të minimalisht. Ose ndoshta edhe në qarqet e tjera. Në Fier, për mendimin tim dhe në Elbasan, realisht, edhe pse ka pasur shumë të tepër prezencë, po themi, të pushtetit në këto dy qarqe, realisht kemi pasur një rezultat katastrofik. Do duhet ta themi këtë. Madje, nëse do, mund ta elaboroj akoma më shumë, ne kemi një problem shumë të madh ose ne themi opozita. Që sa shkojmë tek shkumbini e poshtë, ne nuk marrim dot asnjë qark. Merrin, më thoni një qark nga poshtë. Ku thret çamet? Mos është prirja e majtës e vet. Jo domosdoshmërisht. Kemi marrë rezultate shumë herë më të mira. Dhe po këta njerëz, po këta shqiptarja. Kupton? Pra, ku do shkosh në Berat, do shkosh në Korçë, do shkosh në Gjirokastër, në Vlorë, në Fier. Më thuaj një qark edhe të them se çfarë ndodh. Është jashtëzakonshme. Pra nuk duhet ne do të bëjmë ç'është e mundur që mos konceptohet disa herë nga pjesa e jugut Partinë Demokratike si parti krajinore. Jo, Partia Demokratike është një aset kombëtar, për mendimin tim i shtrirje të jashtëzakonshme në gjithë Shqipërinë. Dhe ka akoma për mendimin forca që t'i përfaqësoj këta njerëz. Tjetë alternativë qeverisëse për mua. Kjo nuk ç'bën asgjë çfarë thamë në pjesën e parë të emisionit. Në mënyrë absolute. Ka qenë gjithçka kjo. Problemi është që do duhet të shikojmë edhe ca gjëra brenda vetes. Pra ju thoni që në gjenezë, në piknisje, Partia Demokratike ka pas me hile njëri tjetrit, duke ditur që do humbiste zgjedhjet. Jo. Dhe që askush mos pretendonte pronin e zotit Berisha thonë. Jo, ka qenë në plan B. Cili është plani B? Plani B është që sido që t'jetë puna, të paktën minimalisht grupi parlamentar do të ishte kompakt rreth zotit Berisha. Por ama unë nuk them, ai që thotë që shikoj se zoti Berisha ka hyrë në zgjedhje për të humbur, nuk e çon ndërmend. Është pa konceptueshme. Jo. Por ama gjithmonë brenda strategjisë ka dhe një plan B që nëse nuk nëse nuk fiton, ama grupi parlamentar do të jetë më lejo të bëj avokatin e djallit. Po. Zoti Gazmend Bardhi dhe zoti Tomara Lejzoti, dy emrat që ju përmendet, ishin në qarkun e Fierit e Elbasanit. Unë nuk di sa faj mund të kenë ata dhe sa kanë qenë mungesë preokupimi e tyre. Mund të mos kenë. Por duhet të them këtë gjë. I ka çuar dy qarje shumë vështira, nuk kishte Tomara Lejzoti për atë qark. Ata është tjetër gjë kjo. Ka tjetër, ata kanë të drejtë legjitime të kritikojnë Sali Berishën derisa listë për kandidatë për Sali Berisha. Primarët i bëri Sali Berisha. Kam 30 vjet që merrem me politikë, kam qenë pjesëtar demokracie, kam kaluar gjitha hallkat. Nga kryetar seksioni nuk kam lënë pozicion pa pasur, këshill kombëtar e gjitha. Çdo njeri në kuptimin politik ka individualitetet e veta, ka specifikat e veta. Elbasani ishte po themi një tokë shumë e nxehtë për mendimin tim për Alizotin. Absolutisht, unë kam një respekt veçantë në aspektin intelektual, mënyrë se si po politik, po nuk i përballesh dot. Kërkon një tjetër, duhet të ketë një tjetër stof, pra duam apo s'duam, i politikan një tjetër stof. Nuk mundesh dot, e ketë pamundur. Është e pamundur. Pastaj dalim tek pjesa e Fierit, në pjesën e Fierit më pas kishim njeriu më të pushtetshëm pas Edi Ramës të Shqipërisë. Ballukun, nuk e kam thënë unë, e ka thënë po vetë ata e thonë. Se ata
i veni etiketimet të kush është tigri, kush është kjo, kush është ajo. Kupton? Po këta. Kështu që edhe ai kishte pamundur, ai kishte tërë shtetin, për mendimin tim, jashtë Tiranës, kishte tërë shtetin atje. Ishte. Dhe ky është problem shumë i madh. Dhe duke i vendosur për mendimin tim në këto dy zona, këta nuk kishin probleme për të humbur. Atëherë E kishin të sigurt këtë humbjen deri diku poshtruese. Zoti Çaça, ju po jepni të gjithë argumentet që tregojnë që zoti Bardhi dhe zoti Alizoti e kanë të drejtën morale për të kritikuar Sali Berishën për rezultatin që mori në rang kombëtar. Sepse të gjithë që ju i cekët tregojnë që këta nuk janë fajtorë dhe këta kanë të drejtën morale të zoti Berisha që ti duhet të rimendosh pozicionin tënd apo duhet të bësh një hapas apo pra kanë të drejtë legjitime për të shprehur dhe për të folur. Sepse nuk janë të ndëshkuar. Pra këtë po thoni, nuk janë të ndëshkuar nga mungesa e produktivit personal, por janë të ndëshkuar nga një super mazhorancë e cila në terren bëri kërdin me zgjedhjet. Pra pse i vazhdoni të artikuloni që këta njerëz janë çur atje për të ndëshkuar, sepse ta mund t'ia thonë Sali Berishës këto fakte. Vazhdoj ta elaboroj akoma. Patjetër. Ja marrim firën, se edhe ti e njeh mirë. Edhe brenda grupit, pra ai grup si ata të listës hapur, si ata të listës mbyllur, do të veprojnë në unison, pra do të jenë realisht. Gjithmonë ka tradhtar, gjithmonë ka ego, gjithmonë çdo, unë e kuptoj. Është gjithë gjë ego. Ego nuk është e dëmshme nëse të çon tek qëllimi që ke. S'ka rëndësi. Problemi ekziston që ata kishin goxha divergjenca qysh në krye të herës, qysh në vendosën kush ishte drejtuesi politik, etj me kryetarin e partisë, s'po dua tashmë të themi ata që janë thënë dhe stërthën. Dhe nëse ky grup nuk vepron ashtu si duhet, normalisht rezultati dihet. Pra, dhe këtë grup e bën ai që është në krye. Këtë grup e bën leadership. Do të çata në momentin që unë personalisht apo dikush ka zgjedhur që mos të dua juve, nuk do të doj deri në fund pavarësisht për pjekës si e bën ju. Ç'a faje ka Gazbardhi zotrim në këtë rast? Nga herë do duhet Gazbardhi se po duket sikur unë Gazbardhi. Po sepse këta për i përmend ose Alizoti ose Oert Bylykbashi ose çdo kush tjetër. Është miku im. Problemi është që unë po flas në parim, po flas për fenomenin, po flas për atë çfarë u mboll dhe çfarë korrëm. A ishte kjo determinuese, a ishte ky faktori determinant? Unë nuk them që ishte ky faktori determinant, por ama nuk mund t'ja anashkalojmë dhe këta gjëra. Të thuash që disa shpuna, mos flitni për Nenin Basha apo Nenin Berisha, quhen si doni, po flitni vetëm që u bë masakër, po jo, ma ne do flasim edhe për këtë, dhe nëse do duhet të flasim edhe për këtë. Nuk ka asnjë, nuk është i mund askush. Në rastin konkret për thënë që, shiko, ne tashmë kemi humbur, mos u merrni me ne, merrni me atë që bën masakrën, jo për ajo, se kemi humbur edhe për faj të organizime, për faj të disa zgjedhjeve të caktuara që nuk u bën ato ashtu si duhen. Edhe për mënyrën se si shkuam me këtë qeveri, edhe për mënyrën se si e lam kodin zgjedhor dhe mos bënin ndryshimet e duhura, se tani të më thuash pas Pilafit që 13 vende në parlament janë vetëm si pasojë e kodit zgjedhor, po fajin e ke ti më zotëri pra, se ti ul atje dhe ti e firmose këtë. Nëse më thua që, shiko, ne mendonim çfarë mendon ndryshe, por je këtu si ekspert për të menduar që mos dëmtosh forcën tënde politike, se pra ne të kemi çuar aty. Të thuash tani mbrapa që po është e vërtet, ne na dëmtoi kodi, ku e kishte ndorë për ta ndryshuar, se kur ke dashur për të bërë disa pakte i ke bërë, bëje këtë, sepse rregullat e lojës janë shumë të rëndësishme. Nëse ti arbitrin e ke të shitur, ka të hyrë në fush. Tani ky është një problem shumë i madh. Dhe tashmë të dalim mbrapa, të themi që shiko se mund ta kishim bërë mirë këtë kodë, do të ishte parë këtu, do të kishim këtë, do të kishim atë, ky është problem tjetër. Tani politika është arti i negocimit, politika është arti i dialogut, qoftë edhe me ato partitë e tjera. I lam të hiknin sa njëra tek tjetra. Dhe këtë ne e kemi ka një reminiscent, pra ne kemi një traditë në këtë gjë. Pra nuk është se kam filluar sot. Më dalin tani më thot Josefina, po shiko se ka një problem shumë të madh, sepse Lapaj doli me veten e këtë. Po ti ke dalë vetë me vete. Ti e ke akoma partinë. Ekziston akoma si parti. Në 2021 mora 20.000, 10.000, 8.000. Apo miku im Urriza apo të tjerë. Pra ne kemi nuk rrim dot. Vetëm nga pjesa tjetër ka heshtje. Që ti nuk qan dot, do të qash dhe nuk qan dot. Kurse ne gjoja për hir të kësaj demokracie të jashtëzakonshme të brendshme që kemi, mund të krijosh parti pafund, mund të bësh ç'do duash pafund, madje e mban disa kohë partinë në fjetje, e rizgjon kur të duhet, etj. Kupton? Zoti Patosi, kujtoheni 2019 bëri parti që shumë vesh për çfarë bëri dhe e la.
Tani gjithë di për çfarë bëret edhe la, po du themi, u bëjmë parti 2019 që ishte e pakonceptueshme në zgjedhje lokale. Prandaj po themi që ne, kjo lloj lirie në thojza, që ne kemi gjoja për të pasur iniciativat tona për krijimin e subjekteve politike etj, ne e kemi për mendimin tim më shumë si rezultat e inateve personale që kemi në lidhje me leadershipin, sesa ato që ne duam të arrijmë. Për mendimin tim. Dhe tashmë pjesa tjetër nuk ka rëndësi se këta ecën pse s'jep dorëheqjen zotë Beri. Unë s'e kam se artikulloj kurta. Jo më zotë. Unë them duhet ta japi? Jo, edhe mund ta japi, po duhet bërë një analizë. Ora ta marrim vesh me kush kishte faj. Se ndoshta s'ka faj pra analizoti që thua ti. Apo zoti Bardhi që mund të ketë faj dikush tjetër më. Po ti marrim vesh ç'a ndodhi? Kush ishin pritshmërit? A ka pasur objektiv kjo parti? Nëse ne hym në fush bjeri të bim, është normal që do kesh të rezultat. Kush pra, kush ishin po themi target që kishim. Çfarë do duhet të arrijmë? Ku do duhet të arrijmë? Ku gabuam? Sa prisëm Tiranë, sa morëm? Çfarë nuk funksionoi? Edhe gjitha kjo është vetëm atij hajdutit që vodhi lopën, vetëm atij. Nëse lëm këtu, nuk kemi bërë asgjë, se këtë kemi bërë në gjitha zgjedhjet. Këtë kemi thënë. Edhe Bashë këto thoshte. Edhe gjithë të tjerët. Problemi është nëse ne nuk e vendosim gishtin në plagë, e të themi pritë jashtë do ndalim mirë. Absolutisht mos ndalohet gjithçka që po bëhet për delegitimimin e këtyre zgjedhjeve. Po paralelisht nuk mund të them tani që shikoj se ne nuk lam gjë pa bërë. E bëjmë shumë mirë. Jo, jo. Të gjithë ata listën e mbyllur në mënyrë absolute nuk bën asgjë. Madje bën edhe atë që nuk duhet ta bënin. Cila ishte? Që u munduan që për disa kandidat preferencial të nivonin ata. Kur minimalisht paktën do të ishin super partes. Minimalisht. Që të jepin ato që ne quajmë par condition. Kushtet barabarta, nuk ka lirë ato. Se ti vetë ke hyrë. Edhe ky është një problem që kush e menaxhon këtë? Kryetari i partisë, leadershipi. 1, 2, 3 nuk ka rëndësi, sekretar, kush do më, nuk ka rëndësi. Pra unë jam që të bëhet analiza. Dhe në fund të analizës, pastaj gjithkush nxjerrën përgjegjësitë dhe partia do të. Nëse ti e kalon vetëm thjesht me mbledhje këshillit kombëtar. Flet me Stimuriz në 2 fjalë, shumë bukura, shumë që janë thjesht për një status, kjo nuk është kjo, nuk janë to analiza. Vin shumë shpejt. Ne jemi shumë shpejt në zgjedhje. Do kemi disa zgjedhje të pjesshme. Më pas do kemi zgjedhje lokale. Pas 4 vjetësh ke zgjedhje të përgjithshme. Nëse ti nuk fillon qysh tani, është e kotë. Sepse dakord, jemi në këtë pjesën akoma pasgjedhore që po numërohen, rinumërohen, që dihet rezultati, nuk ka rezultat. Nuk ka ndryshim rezultati tek partitë, në kuptim të pushtetit. Nuk të lën ata. Shko ku shko, po të shikosh, ja, shikoj trendin. Këtu do jetë problemi, vetëm tek kandidatët. Do ketë disa probleme që unë besoj edhe këtu, ndoshta në Tiranë mund kemi në ndryshim të mandatit që midis mundësisë dhe Partisë Demokratike, po jo, madje interesant është që mund ta kemi edhe tek Partia Socialiste, kupton? Që Gjula Meheti mund bëhet edhe deputete, mos ju duket çudi, pavarësisht të mbylljes së gojës që u kërkua qysh në momentet e para, në mënyrë që mos ta merrni fytyrën e djuan gjithë ato gjërat. Kështu që këto janë gjithë gjëra që do t'i kemi pas si të hapen gjitha kujdes janë 40% e kutive në Shqipëri. Zoti Çaxha, shtatori po vjen, do vi shpejt dhe Partia Demokratike duhet të rinisë me organizimin, duhet të rinisë me ridimensionimin e vet të kësaj force politike. Sipas teje, çfarë duhet bëjë në mënyrë emergjente Partia Demokratike për të rikthyer në lojë si një parti më e besueshme dhe më e fortë që të marrë votën e shqiptarëve? Ne vim nga viti 2021, po flas si forcë opozitare tashmë, me 63 deputet. Tashmë jemi reduktuar në 50 deputet. Kjo për një sër arsyesh, pra. Patjetër. Unë po marr si fakte, pra po them, po jap numra. Kronologji. Po jap numra. Dhe nuk janë pak. Pra pavarësisht se kjo, nëse ti më thua që 50 deputet në parlament, një grup parlamentar, për mua nuk janë pak. Janë shumë madje. Thjesht nuk janë mjaftueshme që ti të qeverisësh vendin. Por ama që këta kanë një detyrim që përfaqësojnë atë zë që ka qenë kundër kësaj qeverie, kundër kësaj majorancë dhe kërkon rotacion. Dhe kanë një mision shumë të rëndësishëm në parlament. Këtu kemi një problem shumë të madh se tani ca gjëra edhe njerëzit i kapin kështu, po nuk i hyjnë në thellësi. Pyetja ime që po e bën retorikë është kjo. Themi që nuk do njohim zgjedhjet. Zgjedhjet ishin gabitura, farsa elektorale, të delegitimuara, po do hyjmë në parlament?
Duhet hy sipas Pyetja që bëj unë është, nëse hym parlament, kemi njohur zgjedhjet. Unë them që jo. Unë mendoj që jo. 50 deputet, po, duhet të shkojnë në parlament çdo ditë. Por jo brenda parlament. Duhet të jenë në hyrje të derës së parlamentit çdo ditë. Kur ka seanca plenare, kur janë tek zyrat, pra kur kemi mbledhjet të komisioneve, dhe duhet të jetë aty prezente, po jo brenda. Nuk mund t'i legitimosh të njerëz. Sepse përndryshe bëhesh dhe ti fasad. Kjo për të thënë që shiko se ne thjesht do shkojmë një herë, po nuk do rrim kështu se pastaj do dalim, pastaj do hym prap, do bëjmë këtë. Këto marifete nuk ekzistojnë. Ose i njeh këto zgjedhje ose nuk i njeh. Ky parlament ka dalë nga një farsë elektorale, është kështu. Ky parlament ka dalë nga një grabitje elektorale, nga një delegitimim që është bërë votës, nga një manipulim zgjedhor jashtëzakonshëm. Vjedhja ai do të rri skenarin e 2019. Jo, nuk është një gjë. Jo. Nuk është. Sepse europianët i njohin zgjedhjet. Jo, dakor pra. Opozita bën vetvrasje rri larg parlamentit. Atëherë çfarë do bëjmë? Atëherë të njohim pra, çfarë do bëjmë? Ti themi, shiko, ne nuk i njohim zgjedhjet, po në parlament do hym. Të dyja nuk qëndrojnë për mua. Çfarë do të bërë? Për mendimin tim këto që thash, përballje. Përballje nëse ke mundësi dhe fuqi dhe nëse ti realisht mund të kesh edhe mbështetjen popullore normalisht në këtë lloj përballje. Sepse unë e kuptoj që edhe një parti politike fatikisht me të drejtë, po pra, po. Ajo që ne po themi është kjo, orë zotëri. Nëse ne kemi shkuar në zgjedhje dhe ai nuk ka qenë i lirë që të votojë, nëse ti qoftë edhe kur ka votuar, përsëri ja ke manipuluar, ja ke marrë votat e tjera, ai minimalisht tashmë ka mundësi që të thotë orë zotëri. Ne mendojmë dhe gjykoni që nuk do ishin më këta sepse kemi votuar kundër tyre. Dhe nëse nuk e ke këtë mbështetje po themi të madhe, të gjerë, është e pamundur që të bëhet, po themi, kjo lloj strategjie që unë po të paktën kam elaboruar këto kohë të fundit. Nëse do hysh pastaj për që një fasad, se do bësh atë luftën politike në parlament, ne këto e dim. Nuk të ndryshoj asgjë, betejë sapo ka filluar, do ta bëjmë. Partia Demokratike në vetvete ka diçka për ndryshuar? Patjetër, kjo është e padiskutueshme. Për mendimin tim po. Kemi akoma njerëz tash, se duket se jemi bërë bajat dhe ne që i përmendim. Tani ka ardhur momenti që të vijë një grup i ri, po themi, politikanësh. Pra, nëse ne do ta marrim politikën vetëm thjesht në konceptin e ato që kemi besnik, tash nuk duhet përmend fjalë pak më tulta, po besnik. Nuk mjafton vetëm kjo. Mund të jetë edhe dikush tjetër besnik, ndoshta i ri etj. Besnik po themi të kauzës, besnik të idealit, besnik të po themi të partisë që mos tratoj votën e atyre qytetarëve, kupton? Nëse do ecim akoma me Tritan Shehu, me tjerë me njerëz të tjerë, nuk besoj që japim një shembull të mirë. Por kështu e gjykoj unë. Ndoshta e kam gabim, po ka ardhur një moment që edhe disa, sepse ne nuk e kemi atë pra të artin e tërheqjes, po themi që vjen një moment që stop. Pra unë mendoj që deri këtu arrita, falenderoj gjithë ata që më kanë zgjedhur, tani kemi njerëz 30 vjet, 35 vjet që janë, pra kur them 35 sepse e kam filluar që 89-90, ndoshta edhe më përpara. Ka ardhur një moment që do duhet që të kemi një cikël të ri drejtuesësh për mendimin tim, të cilat mund të bëjnë shumë herë më mirë. Dhe mund të kenë një qasje tjetër edhe ndaj publikut, dhe publiku ndaj tyre. Pra mund të shikohet ndryshe. Edhe fytyrat, po ato fytyra gjithmonë është e pakonceptueshme, kupton? Tani në çesh mua për kryetar komunës Sunej prap mas çfarë them që në 2007 që kam qenë, është e pakonceptueshme, kupton? Do duhet njerëz të tjerë, të ri, të cilët mund të kenë vitalitet tjetër, energji të tjera, koncept tjetër, mënyrë politike ndryshe për ta bërë. Pra nëse vazhdojmë me ecim për mendimin tim, sepse ne mund të themi gjithçka e Tiranës. Ai e bën nga halli, por ne nuk do të pra një farë kuptimi, pra ai nuk ka ç'bën dhe fut gjithmonë disa figura të reja në lojë, të panjohur totalisht. Nuk po flas për këta deputetët se këta kanë pasur mbështetje tjetër, siç e tham. Por qoftë edhe në ekzekutiv, në rang zëvendës ministrash, po pse jo dhe ministrash, të cilët i merr, po themi nga shoqëria civile, sepse një pjesë ja ka marrë spaku pra. Shoqëria pikërisht pra e ka nga halli, po themi. Shoqëria civile që anon shumë majtas, kupton? Por i merr, po themi vendos disa cikle të reja, po themi në politikë. Ne vazhdojmë akoma për mendimin tim me njerëz të cilët vetë ata nuk do të jenë aty. Nuk ka kuptim. Sepse përndryshe ti nuk konsumon vetëm, po themi, duke ndërhyrë aty, po konsumon edhe forcën politike dhe një farë kuptimi pasojë më pas e kanë dhe anëtarët e partisë, pasojë më pas e ka dhe shoqëria e cila pret që të ketë rotacion politik, se është i pakuptueshëm që
në 12 vjet dhe 16 vjet që do kemi tashmë, larg qoftë mos shkojmë edhe 20. E kupton se projeksionet pastaj kështu vijnë se është bërë një gjë që tashmë madje dhe njerëzit e merr prapa ai çfarë flet, po të flatësh në njerëzit e thjesht, a di zgjedhje, pa dhe mori prapa, a di se ka pra. Po u kriju kjo është problem pak mentaliteti shqiptar. Psikoza humbjes. Është është kjo psikoza, nuk e se çai bën ai, bën ai, po jo pra i merr se ekziston, po themi gjithë këto element që ne elaboruam, po i merr se bëjmë edhe ne fajet tona. Pra të thuaj ajo që për ta përfunduar është kjo, që të thuash që ka faj vetëm kjo majorancë që na vjedh, na bën në mbështetësh etj etj, kjo nuk mjafton. Unë them që përveç se 1 2 3 4 5 kemi edhe ne fajin ton. Ne do duhet të mbajmë gjunahet tona. Kjo është e rëndësishme. Kurse pjesa tjetër më pas, a si mund të luftohet kjo, a kemi ne partner, sepse SPAK-u nuk është se duhet të jetë partner me opozitën. SPAK-u duhet të jetë partner me të drejtën. SPAK-u duhet të jetë partner me qytetarët, me ata të cilët ju është vjedh vota, me ata të cilët ju është deformu vota, është manipulu vota, qoftë përpara, qoftë edhe ditën zgjedhjeve para kësa, unë e them gjithmonë 1% shumë e vogël, qoftë edhe pas zgjedhjeve në grupet e numërimit. Absolutisht, kjo është struktura sot për sot, duam apo s'duam, që minimalisht ekziston ky lloj besimi edhe nga publiku. Dhe prandaj do ta bëj SPAK pikërisht të detyrë, sepse ka një mision shumë të rëndësishëm. Nëse mund të themi që thjesht morëm mbledhëm ca telefone dhe bëhemi vetëm telefona mbledhës, nuk bëjmë asgjë. Problemi është kush është produkti i kësaj, sepse ndëshkimi më pas, parandalimi ka qenë pjesa e parë, më pas pasi mbledhëm provat të gjëra, pastaj vetëm 6 minuta kohë për 2 pyetje. Sepse u morëm gjatë me opozitën dhe bëm shumë mirë sepse është ajo çka pritet dhe presin shqiptarët që të sjellë ndryshimin në Shqipëri pra forca kryesore. Pyetja e parë që kam është pas kësaj gjyrullëdie të madhe që po ndodh me çështjen e zgjedhjeve, dhe SPAK është lënë si në harres me veprimtarinë e vet, ku deri dje ishim mësuar që SPAK-u ishte qendër vëmendjes, SPAK-u godiste, kë do arrestoj sot, kë do arrestoj nesër. Pas 11 majit, a pret që SPAK të ketë goditje të bujshme ministrash të qeverisë Rama? Shiko, unë kam thënë që nëse SPAK vepron me hope ose vepron me fushata, është e gabuar. Nuk funksionon kjo. Nga që janë zgjedhjet, po lejmë s'po arrestojmë tani. Do arrestosh qoftë edhe ditën e zgjedhjeve. Në momentin që ka faktin penal, në momentin që kemi mbledhur prova, në momentin që do duhet të ketë një mas sigurie, do duhet ta vësh. Nuk ka rëndësi kur, para 11 majit, gjatë apo pas, nuk ka rëndësi fare. Nuk është me fushata kjo punë. SPAK është një organ kushtetues që ngrenë akuzë dhe në rastin konkret për subjektet posaçme, për vepra penale të posaçme të cilët janë rregulluar nga ligji, dhe në rastin konkret nuk ka pushim. Nuk ka pushim as gjatë verës, se ne themi gjithmonë nga shtatori do shikoni, pse do të shikoj shtator? Korrekt, pse? Ça? Nëse e kemi është tër dosja, është e gatshme, janë bërë hetimet e duhura, dhe jemi përpara një fakti penal të padiskutueshëm, minimalisht dyshimi që është kryer një vepër penale nga një funksionar i lartë, i bazuar në prova, vazhdojmë me masat. Nuk ka absolutisht asnjë lloj problemi. Pra, tani të më thuash që unë këtë nuk e di, se çfarë do ndodhi shtator. Unë them që mund të ndodhë edhe sot, do duhet të ndodhë edhe dje. Pra, po flas edhe për funksionarët e lartë. Pritën arrestimet ministrave. Patjetër, madje nëse do i hyjmë aty ku duhet, edhe ata, po themi, maksi deputet ose që kanë marrë ato vota të jashtëzakonshme, dhe të ketë hetime duar dhe ndoshta jemi pak të, po themi, të parakoshëm sepse mund të jetë duke bërë hetime dhe mund na dalë nesër që edhe këta zotërit mund mos jenë më në parlament, po janë diku tjetër, siç ka ndodhur me zotin Qyrbja, apo edhe me personazhe të tjera. Kështu që asgjë nuk mund të themi, unë besoj dhe gjykoj që SPAK ka tërë kapacitetet, ka treguar që nëse do, ose më themi ka vullnetin e duhur apo predispozitën e duhur, pasojat kanë qenë shumë pozitive dhe kanë qenë të pritshme edhe për qytetarët në raste konkret. Kanë qenë gjithmonë tek pjesa e majorancës absolutisht, ata janë pushtet, kanë 12 vjet dhe avash po bëjnë 16 vjet, dhe normalisht aty abuzimi është aty. Pjesa e korrupsionit është aty, kështu që në gjykimin tim mendoj që SPAK nuk ecën me fushata, por do duhet bëj punën e tij dhe besoj që tashmë jemi në këto ndryshime të lidhje me BKH-n, ndryshime të rëndësishme, dhe në fund vitit fatikisht është ndryshime akoma më rëndësishëm në lidhje me krejën e SPAK, e cila ka hapur disa pikpyetje shumë të mëdha,
në lidhje me politikën, në mënyrën nëse politika po kërkon ta vënë në zap SPAK-un apo jo, qoftë edhe në zgjedhjen e një drejtuesi kaq të rëndësishëm si SPAK. Sepse duhet ta themi edhe këtë, zoti Dumani me ardhen në krye të SPAK fatikisht e dha një tjetër dimension SPAK-un në kuptimin e goditjes krimit, por më shumë edhe për sa i përket parandalimit ose mirë themi atyre që ne quajmë pra masat emergjente, masat e sigurisë në kuptimin e arrestimeve. Ka qenë shumë herë më se sa para se ti. Nëse kjo do ketë ngadalësim, nëse do kemi më pas një komision antikorrupsion siç ishte me zotin Xhafa, që ndoshta kërkon edhe të vënë në zap edhe SPAK-un, pastaj besoj që ditë më të zeza fatikisht do të vinë për këtë vend dhe për shoqërinë shqiptare. Zoti Çaça, Partia Socialiste në gjithë jetëgjatësinë e saj, pra që nga themelimi pra një parti 80 vjeçare, ka treguar që ka luftë të brendshme dhe prerje kokash, ka një luftë e cila nuk del sipërfaqe, por aty brenda zjen diçka. Mendon që Rama do ta ketë të vështirë në mandatin e 4 për të kontrolluar luftën e brendshme dhe mund të shkojë deri të haj kokën e tij dhe e sheh si një opsion që të shpërthej në shtator goditjet e forta midis klaneve dhe grupeve kur Erion Veliej po flet nga burgu, pra klani Veliej, klani Balluku, klani i Ramës dhe shumë elemente të tjerë që klanet kriminale që kërkojnë dhe ata aspirojnë që të kenë njerëz të tyre në pushtet, pra do shpërthej lufta e brendshme në këtë mazhorancë? Nuk besoj. Zoti Rama është më i plotfuqishëm se kurrë. Këta klane që ju thoni janë 9 klane brenda një klani. Ai që quhet klani Rama. Në mënyrë absolute ka një kontroll të jashtëzakonshëm brenda këtyre grupimeve të vogla që mund të kenë krijuar, po themi këta mini klane që mund të jenë, sepse realisht e kontrollon në mënyrë të jashtëzakonshme. Me këtë pushtet jashtëzakonshëm që mori edhe me mandatin e 4, unë besoj që është një gjë që pra nuk mjafton më. Një ish kryeministër del dhe thotë që si po funksionon, si vjedh Balluku, si bëhet kjo, çka ka ndodhur me senatorit apo me gjithçka tjetër. Nuk mjafton. Dhe ai merr vota akoma më shumë, pra në kuptimin e mirëfillt, pra vazhdon dhe nga shqiptarët votohet. Në atë mënyrë si që thamë, por minimalisht ka një produkt dhe ka një rezultat zgjedhor, dhe ky është problemi. Ose votime. Po këto votime ky i fiton, pra i merr. Dhe nuk e di se çfarë duhet bëhet më në këtë vend, pra dhe kjo është ideja. Përderisa këto koka, sepse ideja është krijuar dhe kjo nuk e di nëse është e vërtetë apo jo, kjo është krijuar kjo ideja që edhe këta që hyn brenda i çon po ky. Pra e ka këtë lloj pakti underground me SPAK-un që edhe këta janë atje sepse do duhet edhe këta të goditen edhe për hir të kësaj, po themi, narrative që ti sapo na the, që janë armik të brendshëm, të cilët kërkojnë që avash t'i marrin vendin liderit suprem dhe mund të jenë atje. Pra fut pak nga pjesa e korrupsionit ose më themi punë e përditshme në administratë. Merr dhe këtë tjetër, pastaj bëhen bashkë edhe qëllimi është vetëm një që të goditen. Pse sa të vërteta janë këta, me të drejtën, sepse po nuk i kam qejf këta teoritë konspiracioniste, po megjithatë ndonjëherë sa kalon koha këto aberohen, pra bëhen të vërteta. Sepse veprimet më pas na dalin të tilla. Kështu që unë nuk besoj. Unë mendoj që kjo maxhorancë normalisht të 4 vjet do i kaloj besoj në ujëra shumë herë më të qeta dhe besoj që do ketë absolutisht njërisi në lidhje me qeverisjen, gjitha nivelet qeverisjes me personazhe të rinj të cilët do kërkojnë të afirmohen dhe mund të jenë nesër, po themi, ajo plejada po themi e lartë e Partisë Socialiste. Zoti Çaça, faleminderit që ishe në Timoni Podcast. Kënaqësi dhe u ndjeva shumë mirë. Faleminderit ju.